Përshëndetje dhe mirë se vini në një tjetër episod të Student Stars. E në fakt, sot kam kënaqësinë të kem dy studente të cilat ishin të angazhuara në një eksperiencë fantastike të një stimulimi parlamentar në Strasburg. Ato ishin dy ndër studentet e vetme përfaqësuese shqiptare në këtë kompeticion. Kështu që kam shumë kënaqësi të kem të ftuar Migjana Dashon dhe Dea Gjuzin. Kënaqësi gota të kem të ftuar në Student Stars. Shumë faleminderit. Okej, unë në fakt në emrin e Migjanës kisha pak vështirësi se ka një emër shumë unik në fakt. Po. Nuk ka problem. Gjithsesi, për ata që po ju shohin në këtë moment e një prezantim tuaj, goca. Patjetër. Fillimisht faleminderit për ftesën, është një kënaqësi shumë e madhe për ne. Jam Migjana Dashi, studente në masterin shkencor për marrëdhënie ndërkombëtare diplomaci. Po ashtu të përfunduar bachelorin pranë UAMD-s për shkenca politike juridike. Dea ti? Njëti fakultet, dega e drejtësisë. Okej, pra ne jemi kolegët e programi i drejtësisë të bashku. Unë e përmenda pak në hapje të episodit për eksperiencën tuaj. Pra ishte një stimulim parlamentar në Strasburg që u mbajt për sa ditë dhe përpara se të fillojmë të hyjmë në detaje, si e morët vesh angazhimin ose si e kuptuat thirrjen për këtë lloj angazhimi? Atëherë. Duke qenë që UAMD-ja ka rrjete sociale që rifreskohet gjithmonë gjatë kohës, aty ishte njoftimi që mund të aplikonim eksaktësisht çfarë ka qenë tek karriera e alumnit. Po. Dhe ishte siç bëhet çdo vit në çdo gjë tjetër të mundshme, një nga thirrjet për të marrë pjesë në ESA 2026. Aplikojmë që të dyja, marrim njoftimet dhe informacionet e nevojshme për dokumentat që duhej për të bërë hapas hapi aplikimin dhe pasi bëm dhe dokumentat gati, çdo gjë tjetër u përzjodhëm nga 1000 ca apo më shumë 3000 ca aplikant dhe ishim tek 250 që e përzgjedhur në asamble. Po, dhe çfarë që ishin studentet e vetme shqiptare? Janë korrekt apo jo? Nga Shqipëria, ndërsa në po që nuk ishin përfaqësuese të Shqipërisë. Jo. Ne ishim arsyeja e njohjes me thirrjen ishte një pra dhe ti e njohur nga rrjetet sociale. Edhe në fakt unë evidentoj shpesh kur diskutoj me kolegë ose shok, që zakonisht shumica prej tyre që janë të përfshirë në programe Erasmus, në aktivitete, konferenca, i marrin thirrjet pikërisht nga rrjetet sociale. Edhe mendoj që kjo bota digjitale ka pasur teknologjia në një farë mënyrë impakt edhe negativ, por ndoshta më shumë për ne studentët pozitiv, sepse lajmi rrjedh më shpejt edhe transparenca dhe mënyrat e aktivizimit për studentët janë më të shumta. Si ishte i formatuar pikërisht ky lloj angazhimi, domethënë ESA 2026? Po punimet kanë filluar shumë në janar. Në janar ishin takime çdo javë që bëheshin online. Përjashtë, po. Jo vetëm me panelin, po edhe komplet, se ishin 8 panele të ndara. Unë isha te paneli i 3, Megi ishte te paneli i 4 edhe gjatë javës bënim 1 deri në 2 takime me panelin edhe të 8 panelet. Kemi punuar online deri në prill, pastaj në datat 20, 21, 22 kemi pas punimet në parlament. Ishin punime 3 ditore, dita e parë ishte prezantimi dhe vazhdonin finalizimi i punës brenda panelit. Dita e dytë ishte panelet, ishin debatet mes paneleve. Domethënë paneli i tretë, student të panelit të tretë shkonin te një panel tjetër, diskutonin. Pra që brainstorming, të themi, po. Pastaj ditën e tretë bëhej votimi i propozimeve të finalizuara nga secili panel. Pra propozimet e panelit parë, i dyti, i treti, me radhë deri te i teti. Dhe realisht kaluan pothuajse të gjithë propozimet përveç 2 që nuk i morën votë. Nuk miratuan, e kuptoj. Nuk ishim mjaftueshëm sa duhet ishin në ato lloj niveli pretendojmë. Në këtë iniciativën ose në këtë eksperiencë që u patët, çfarë ishte një feedback pozitiv me të cilët dolët nga kjo eksperiencë, çfarë ishte një sfidë e kësaj eksperience? Gjithë gjëja ka qenë feedback për ne, pozitiv gjithmonë. Qoftë nga lidhjet që mbajtëm me studentë të tjerë, sepse detyrimisht ti njeh kultura të reja, dimensione ndryshme dhe normalisht është në feedbackun pozitiv si për mua dhe për kolegen. Çdo gjë ishte shumë okay, organizimet mirë artikuluara, çdo gjë ishte perfekt. Okej, tani hasim dhe rrugës diçka
jo fort të mirë, por që pjesa më e madhe tërësi ishte edhe pjesë kaotike pak. Po. Punimet online ishin, domethënë, disa mujore. Po, edhe ajo krijon pak atë kaosin. Se edhe vetë edhe duhet që dhe një eksperiencë e parë mendoj për ju ishte pak sepse kur e një formatin do të ndihesh edhe më komfort për ta zhvilluar ose për ta shijuar si eksperiencë. Aq më tepër ne që ishim thjesht për pjesëmarrëse. Me thënë që kishim goxha volum pune, goxha strukturim që do punoje çdo gjë nga e para, çdo gjë do kaloj, çdo gjë do pra kishte rëndësinë e vet çdo gjë le të themi. Ishte e vështirë apo e thjeshtë që të ndërveproje me kultura të ndryshme? Sepse ju kishit aty shumë studentë nga vende të ndryshme, më të themi. Si e pat në këtë lloj aspekti? Nga ana ime pjesa më e vështirë ishte ti aty je në rolin e eurodeputetit. Edhe propozimet që bën edhe gjitha këto, domethënë është ndryshe kultura e Ballkanit, unë e veja re me të tjerë Ballkanas që ishin e kisha më kollaj të bashkëpunoja për propozimet. Ndërsa me ato kulturat e tjera është çësia kulturore të bashkët që ne ndajmë po vërtet. Çfarë japim ne rëndësi nuk i japin ata. Domethënë është çik është e ndryshme mënyra se si mendojnë gjërat për shkak të mënyrës kushteve sociale në cilat ti ndodhesh nga vendi që vjen. Po, kjo është pjesa më e vështirë, domethënë nga ana ime. Është një eksperiencë kjo që do t'ja u sugjeronit studentëve të tjerë. Patjetër që po. Patjetër që duhet matësh shumë mirë para se ti hysh. Sepse është ka përgjegjësi. Logjika është që varet ti si e merr. Se ti mund të shkosh atje thjesht ta kesh një eksperiencë, ta kesh në xhep kaq, po kur i vjen atë vetë objektivin që dua të dal mirë, dua të shkëlqej, dua të bëj këtë, dua të arrij këtë, e ke më të vështirë. Indikatorët e përgjegjësisë pra. Po, indikatorët. Ne duke qenë si ishim pjesëmarrës, pjesën më me rëndësi kishin feedbackun që do marrim nga koordinatorët. Pikërisht. Që në organizimet e tjera të shohësh nëse do arrish të rikthehesh prapë ose jo. Do thënë ajo është më e rëndësishmja. Edhe ajo nuk është se varet nga marrëdhënia personale që ke ti me koordinatorin. Varet nga puna që ti bën. Te performanca. Po, se realisht është, domethënë, vetëm puna, se gjatë takimeve është diçka që kërkon një okupim saktuar, po. Dokumente do të çosh, nuk është se Kjo është gjë shumë e mirë, sepse nuk i humb puna askujt në fund ditës, çdo gjë është meritokracia pra është nga ato vlera europiane që reflektojnë edhe në zhvillimin e një stimulimi të tillë parlamentar. Ne në fakt, duke falendëruar shumë që u kisha të ftuara në Student Stars edhe patjetër për të ndarë edhe eksperienca të tjera si kjo eksperiencë që keni pasur, po edhe eksperienca nga më të ndryshme, do unë shpresoj dhe besoj se do jeni të përfshira edhe në aktivitete të tjera që universiteti jonë ofron vazhdimisht për studentët. Ne kemi në fakt një traditë që është mbyllja me një mesazh. Cili është mesazhi juaj për gjithë studentët, shokët, apo edhe qytetarët e Durrësit dhe mëngjer të gjithë shikuesit që ndjekin në këto momente? Cila nga ju do që të flasë para? Okej. Unë vetë kam dhe një eksperiencë të më parshme Erasmus dhe në të njëjtën formë jam njohur. Thjesht shikoja aplikimet, interesosha dhe pse jo mos ta provoja. Do të thonë kam qenë gjithmonë natyra që do të provoj, eksperimentoj gjëra të reja pafund. Këtë i sugjeroj të gjithëve që të bënë më të guximshëm, të provojnë, të synojnë, të duan të mësojnë gjëra më të reja, sepse askush nuk ka humbje në fund ditës nga një eksperiencë që bukur që mund të jepet. Vështirësi ka, por që gjërat e bukura më shumë se sa absolutisht. Mbi të gjitha ti mëson mjaftueshëm dhe rrjetëzimi unë kam thënë vazhdimisht është shumë i rëndësishëm. Sigurisht. Dhe për ty një mesazh për studentët? Për studentët e OMD-s është absolutisht të bëjnë çdo lloj aplikimi të mundshëm, të marrin më të mirën në universitet, se realisht ka mundësi jo të pakta, janë të shumta. Edhe shkëlqejnë kudo ku janë. Kjo është. Edhe në fakt ke thënë dy gjëra që mua më pëlqejnë shumë. E para njëherë përgjegjësia dhe e dyta ti marrin më të mirën universitetit. Unë falenderoj shumë që ishit me mua në Student Stars, edhe pres edhe herë të tjera që të kënaqësi. Shumë faleminderit. E ndërkohë, së bashku do të shihemi në episode të tjera të Student Stars. Nëse je një student që do të bësh pjesë e këtij podcasti, na kontaktoni në të gjitha rrjetet tona sociale. Kam Kamila Sedolli, mirupafshim.